ndërsa ato që drejtësia e Zotit dhe veprat e tij e lajnë humje, askush se ndihmon përveç Allahut. Të gjithë dëshmojmë se Allahu është i vetëm i bashkëshort në adhurim, në krijim, në sundim dhe në gjithçka nuk ka të ngjashëm me krijesat e tij të veçantë. Dëshmojmë se pejgamberi Muhammed është robi dhe i dërguar i Zotit, të cilin Allahu na çoi në Kur'an, dallohuesit të vërtetës nga shtrembra deri në ditën e gjykimit. Mëshira Allahu qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe përmjet gjithë ato besimtarëve dhe besimtare që e kanë ndjekur rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Mëshira Allahu qoftë edhe mbi ju të dashur. Allahu na falënderoj dhe bashkëpunim në xhumaje. Ajetin që e përmendëm për xhumën e sotshme, sigurisht që e kemi përmendur herë tjera. Allahu ju drejtohet besimtarët dhe ju thot: o ju që keni besu, mos hyni në shtëpitë tjetër pa kërku leje dhe pa i përshëndet banorët e asaj shtëpie. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: kur të shkoni tek një shtëpi, kërkoni leje për të hyrë aty. Herën e parë dhe jemi selamin. Sigurisht që kemi të bëjmë me rregulla të larta morale. Të më thanë njeriu, besimtarja, duhet pajiset me morale të larta. Jo vetëm këto. Na ka mësuar Allahu xhallahu, na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si të hapur ushqimin, si të ulemi, si të ngrihemi, si të flejmë, si të qeshim, si të sillemi me mikun, me shokun, me komshiun, kudo, rrugë, punë, kudo. Të më thonë nuk kalon hapësirë që ne të bëjmë masqefit tonë dhe të bëjmë gabime. Por na ka tregu rregulla dhe morale të larta. Hajde i zbato sigurisht që do të ketë hajër të madh tek Allahu xhallahu për shkak se zbaton ato që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po pse ka qenë rëndësishme hyrja tek shtëpia e tjetër? Vallahi në shokun që mas zbatimi këtyre rregullave ka sjellë pasojë të rënda në shoqëri. Apo thuaj se 99% e njerëzve nuk flasin me njëri tjetrin vetëm për këtë shkak. Edhe fëmijët e juaj do të marrin leje kur vënë. Edhe fëmijët e juaj. Jo hanë këtu, ka të mundesh. Mos hyni do të tjera pa kërku leje. Përshëndetet me selam. Vallahi, sigurisht që keni hallë dhe probleme për të kontaktuar me njëri tjetrin. Nga më ndryshme. Qoftë edhe për vizitë. Pa ne gjatë madhe që vizitat ne kemi në sunet, por tek njëri tjetrin. Por me kujdes dhe me sinqeritet madh. Të gjendesh para portës tjetër është përgjegjësi e madhe. Përgjegjësi shumë e madhe. Do të thonë, do të kesh një mështeri. Je shok, je mik, je natën, je ditën, një gjë do të kesh. Pa kushtosh të kthehet. Nëse je shok mik, thret atje. Alhamdulillah që dalë dhe telefonat. Nges telefonin, trafet atë këtë porta. Edhe nëse të dhonë leje që me hyrë kur dush e si dush, mas e shfrytëzoj leje. 1% shfrytëzoje. Sa vetëm brenda portës. Ja kam leje me hyrë me dalë brenda shtëpi. Mas e shfrytëzoj gjithë. Gjysmën, çerekun e asaj leje. Që të mos kesh pasojë të ardhme. Mos kesh keq kuptime.
keni parasysh, mos të kesh. Por nëse hesim me këtë që na thotë Allahu të lëshër, me kujdes, mos hyni, pa u marrë vesh, pa lajmëru. Të shte lajmëra me telefonit, orë gjë e madhe në fare. A je në shpi, si je në shpi. Kjo ka të mirë të dojë. Po ka një të keqe që Allahu në rujt nëse rrajnë, marrohë. Aja është ke porta jote, ti i thonë nuk jam shpi, normalisht jetë ke shpije, Allah e ke strugullat më. Pra mund gjinesh tek shpia e shokut e mikut e vllajt për të bënë vizitë. Kërko leje si mas sajtë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lajmëroje, theve, i jepi selam, edhe je konform gjitha rregullat. Nëse je atje për të kryer punë, shofim që s'është për shortje dhe ti do të me pas kujdes. Në qoftë se është veç i gru në shpejt, mas neve. E kisha të hapur të vorë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thë, mos u vetmas me nosën e vllajt. Pse i tha kjo Resulullah? Tha, as i vdekje, tha. S'ka si lloj tolerance. Dhe nuk ka burr dhe gru që kanë drejtën e martesës me njëri tjetrin, e mos tjetë shejtani i tretit. Po, mos flasim për gjëra të tjera, mos vetë më. Kam lani punë për të bërë se di, merr masa, ruaj veten, ruaj dhe atë. Pasojët më tjetë shumë të qije, shumë të rëndë, pa rrugulloshme. Unë vëllezër po çoj çumshit me i familje. Edhe vazhdoj. Edhe si shë takua si herë ma të zotin e shpejtë. Ato ke porta njështë, mrena portës. Edhe i ti, qëllojnë prej herës. Ai duke dalë, unë duke vjenë. Ju betohë të zotin. Imaginoni po ju pyesi unë, çfarë të thoshe nëse s'ke justifikim? Nëse s'ke arsye për të qenë ka e portë, çfarë do të thosh? Ai që vllajë, që mos e kisha as vlla, as shok, as mik, as komshi. Larg e kishte. 5-6 kilometra larg. Çfarë do të thosh? Ai e hap nga mrena, unë nga jashtë. Selam aleikum, si u dhe, mirë, faleminderit, edhe ju mirë. Që po e lejnë pakët, për gurën e qumshit të. Si mund të marrësh guximin të shti, e të shkësh ki shpreja ujë? A imaginoni? Si mund të justifikosh nëse s'ke diçka? Po them, edhe ka i që e ke vllavët që një, derë, do të kesh i justifikim. Pa deshe me i shpëtu të keqës. Apo pa deshe me i shpëtu dhe asaj që mund të ketë bo dikush tjetër, edhe Zotin e rujtë që e pagodin. A kërkojmë që në vetë ta të t'jesh i rregull. Këto mos tolerojmë. Ja. Mos